إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Vllazën shumë të nderuam dhe të jetë respektuam, të gjitha falenderimet dhe tërë lavdit i takojnë vetëm Allahut Dhul Gjelal. I lutem dhe i përgjerohem madhrisë e tij. Është i vetëm dhe është i veçantë. Allahu ati qof shumë falë. Shumë selame, shumë salavate qofshin për pejgamberin e tij, për vullën e pejgamberisë, për mësuesin ton, për udhëheqësin ton, për të dashurin ton, për pejgamberin ton, i cili e ka beku Zoti, e na ka beku Allahu edhe neve shqiptarëve që na ka bë pjesëtar të ummetit të tij. Sa popull në përbot kanë me e lakmu pozicionin e shqiptarëve dhe banorëve të tjerë që ranë shahadetin këto treva që 700 vjet. Neve në çdo kalkulim, në çdo matematik, na ka qitë ma mirë që kemi ra shahadet. Ma unë e menë mirë këto fjali që ka për ju thëtë vlovi juj, dashamiri kombit shqiptar, dashamiri historisë e bekuar, një njeri për cilën e kemi obligim me rrugtu gjithë së bashku drejt knatësive të Allahut. Prandaj pleqët e tonë e ka njoft matematikën fort mirë, nuk e ka njoft vetëm matematikën e kësoj dynjaje, por e ka njoft edhe matematikën edhe ahiretit, edhe i kanë kalkulu mirë. As ka pos kalkulator, por kalkulatori në zemër, në shpirt, në mendje, ka qenë i postër si loti, e për këtë arsye ju ka dol matematika në formën më të mirë të mundshme, edhe të njëjtën kohë kanë thamë, nëse na bim shahadet, me këtë shahadet javënojmë një emër të madh këtij populli, edhe më bën mend mirë kur ndoshta edhe nuk e keni ditë, ose shumë pak njerëz, ekspertë njerëz e kanë ditë se fjala shqiptar lidhet ngushtë me shahadetin, sepse shahadet i vjen me shqiptu, edhe ky popull me shumicë kur kanë ra shahadet e kanë shqiptu, automatikisht e kanë marrë emrin kjo popullsi me dhe jonë qujt shqiptar. Wallahi me çdo respekt, e billahi me çdo nder për vllazërit e gjakut tonë që nuk kanë ra shahadet, po janë kombi jonë, janë shqiptarët e tonë, wallahi l'azim, deri edhe sot pleqët e kanë të freskët, edhe na që kemi mri do pleq dë bekum, edhe pse jemi tri në mosh, i kemi ndëgju këta janë shqiptar musliman, a këta të tjertë i kanë vënu me emra të etnive fetare. Kjo ka qenë e vërtet, cilën e kanë përjetu pleqët e tonë. Prandaj është lidhën ngusht kjo shahadet me të shqiptuarit e emrit shqiptar. Mos e harroni deri në kiamet nëse ju pyet dikush, vllazën të dashur, kjo është maksima dhe formula e kuptimit fjalës shqiptar, se kemi ra shahadet. Se shahadet është me shqiptu, e kemi shqiptu dëshmin e Allahut Dhul Gjelal. Wallahi, kjo kalkulim është i mrekullueshëm. Pse është i mrekullueshëm? Se kemi me emër të Zotit me shahadet e kemi mbrojt, e kemi fitu qelsin e xhennetit. Nuk ka xhennet vllazën para shahadet. Nuk ka xhennet. Wallahi nuk ka shahadet pa xhennet, edhe nuk ka xhennet pa shahadet. Janë të lidhura ngushtë me këto. Mirë, po çdo qelsi ju e dini, i ka dhëmë të vet. E na qelsin e morëm, po ata dhëmt e këtij qelsi e kena obligim me i pregadit me vepra tona të mira, me namaz, me zakat, me sjellje të mirë, me haxh,
me vepra të mira, me të gjitha mirësit dhe begatit që ne ka dhuru Allahu Dhul Gjelal. Prandaj Allahu me këtë islam e ka begatu popullin shqiptar, e ka gëdhend popullin shqiptar, e ka ngrit popullin shqiptar, e ka rujt popullin shqiptar, bile, me këqyr hëll, që thët popullin reshtremt e fol drejt, vëllahi, e billahi, tallahi, me shahadet, e me islam, le që e kemi mbrojtë na identitetin kombëtar, po edhe vëllezërit e gjakut, besimeve të tjera, vëllahi kanë rujt të dashurit e mi edhe shqiptarin e tyre. Kjo është shumë e vërtet. Prandaj në asnjë rrethon kur deri në kiamet hakut këtij pejgamberit ton nuk kemi me i dal. Kur atyne hoxhallarëve të par, atyne ulemave, atyne dëshmorëve tanë, që ranë për këtë liri, për këtë siguri, për këtë garanci, për këtë mirësi, për këtë kauz, kur haku tyne deri në kiamet nuk kemi më ju dalë. Prandaj ju ftoj, që t'i ftojmë të gjithë, vëllezërit, motra tona, djem e vajza, pleq e tri, gra e fëmi, krejt që ka kokë shqiptari, të zgjohemi nga gjumbi, edhe të arruimi këtë identitet, sepse pejgamberi unë a.s. na ka premtu, por dhe na ka përgëzu. Edhe ti të ku na ka përgëzu, por na ka premtu. Qka na ka premtu? Edhe na ka kallëzu. Krejt që na ka premtu, krejt që na ka kallëzu, krejt që na ka tregu, krejt që na ka përgëzu, vëllahi nuk kanë qare pa u realizu. A i ka thonë ko marrë një vakt, që njerëzit për me mojt këtë dine, këtë iman, kanë me mojtë si kur gocën ndorë. Mirë po djetarët e menqur, kur e kanë sharu këtë hadith, ka thonë, kjo është proces. Kjo proces nuk ka qare pa ndodhë. Kjo gocë nuk ka qare paron këtë dërë. Mirë po dëra, ka mundësi me konë ndërz, e ka mundësi kjo dërë me pos një kaci. A goca, paron pëllëm të dërës nuk ka qare. E na me menqurin tonë, e me urtësin edhe bashkëpunimin tonë të ndërsjeltë të gjitha fushave, dojna vllazën të dashur qatë gacë me vënun me mujt me vënun në kaci, e qatë kaci me qatë gacë me vënun në dërë. Se paron pëllëm dërës nuk ka qare. Ka vllazën vende popuj qatë gacë jo që e kanë ndërz, po e kanë direkt në dorë, se me pasti do prush, e me marrë qatë gacë, e me vënun në prush, e prushin pëllëm të dorës, është ma e letë me e bajt. Por dikush vllazën, si kur vëllezërit në Gazan, në Palestin, janë duke majt gacën pa prush, pikrisht në pëllëm të dorës. Andaj, ne duhet të zgjohemi nga ky gjumë, që ky materializm na ka humb realitetin tonë. Shumë njerëz të cilët kishin shpirt të pastër e përlyn këtë shpirt të bardhësi. Shumë njerëz idealiste, kombëtare atë dhe dash, të cilët i kishëm plot me dashurit ndaj atë dhejut. Sot vllazën të dashur kanë humbë shpirt. E na dojna me këthy këtë shpirt, dojna me pastru këtë shpirt, dojna me bashku këtë shpirt, dojna me ngrit këtë vedije, dojna me dash këtë vend më shumë, se atë dheu ynë të dashurit e mi, nuk duhet pa dini pa iman. Ai që s'ka dini dhe iman, ai që s'ka frik e respekt prej Allahut, nuk mundet me dash të atë dheun në formë dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Prandaj ju ftoj të gjithëve që ne duhet të ngritum këtë kapacitet. Feja jonë është fej shumë tolerante. Veç një shembull të thjesht për jau sjellje. Në vitin 1563, kjo është fakt historik, nuk jam të qitë për i gjepit të ne. Këtu e në të vërteta, këtu e në reale, këtu e në realitete, këtu janë si kur dita sotit që është dita e gjuma, që është dita e fundit e mujit të tërë, që i kanë me këti viti fikse dhe 60 ditë prej sotit. Bëhunit e bitun, në vitin 1563, në Delvin është ndërtu një xhami prej një ju musliman. I quajtur vllazën, i quajtur me emër, cilën duhet me ditë jo, Alex Gjini. Që kjo Alex Gjini e ka pas një fëmijë smut, edhe ju ka lutë Zotit shqiptar ortodoks, ju ka lutë Zotit, ka thonë, o Zot, nëse mashnush që të fëmijë pa e maru, një xhami nuk e lën. O, një xhami nuk e lën. Kur ju në qunë sabah,
nusja e Aleksit i ka thonë, fëmija e ka njës po ecë, e po flet, thutë tjetër fëmi. E u qu, e ka maru xhamin, vetë me parë dhe veta. Sot 500 vjetë, xhamia në qytetin Delvin, në Shqipëri, që s'kan mujt as komunistat të mërzu, e mbon emrin Aleks Gjini. Edhe ka ra shahadet, edhe ka realizu Allahu premtimin e vetë. Kështë Allahu këti popullit e ka dosh të mirën. Allahu popullin shqiptar e dënë. Na nuk jena të vetëdijshëm. Sa është i madh Allahu, çfarë dashurie ka absolute ndaj këtij populli. Prandaj është i vetmi popull shqiptar në botë që i ka dhe të tjerët me besime, pse me pakicë e na jena me shumicë, falë Zotit. Mirë po, toleranca, komunikimi, ndërfetar, që 700 vjetë kur nuk ka mungu. E këta lidhja Dreçanit, se është turp me i thonë Dreçan, se Dreçani është i juni. Dreçani është qytet me katune përplet heroizëm e patriotizëm. E lidhja Dreçanit e financume prej Rusis e prej Serbis, kur s'ka me përqa këtë klim të dashuris edhe të shqiptaris. Bënu të bindun plumin Allah se gardiant e paqës e të shqiptaris jënë qunë kam. E ata kur quhen kam me emën të Zotit, ata veç paqë dhe dashuri. O kush dën dyrt e xhamis që jesin gjithë. O kur derin kiamet nuk ja kemi mshel derën kërkujt me thonë s'ki me dal. As ata neve as na atyne. Pse? Na lidh një gjak, na lidh një histori, na lidh një flamur, na lidh një identitet. Për këtë arsye, maksima më e bukur e mundshme që ne krenohemi është që kur shqiptarët nuk janë përqa edhe nuk kanë luftu njëri me tjetrin si kur popuj tjerë që ju hin fitilje fitne, na kur s'ka me ndodh me emën të Zotit se kena besimin e paqë. Kush del nga kjo maksim e kësaj pastërtije, ai do ta thej qafën, nuk mundet me bo në emrin e Allahut. Të dashurit e mi, për secilin fjalë që rilindasit, që ufshin musliman apo jo musliman, që kanë zonë pozita në historinë e shqiptarisë, bënu të bindur, ata i kanë kuptimet e bukrat fjalive tyre. Ata para 140 vjetë i kanë thonë këtë fjallë, edhe në kanë lonë amanet. A të që është amanet? A e dini që edhe përdorimi i flamurit tonë kombëtarë kuq e zi është me të fetfan e Molla Vehbi Dibrës, muftiju të parë të Ismail Qemalit, kryeministrit Shqipërisë në vitin 1912. Ata në kanë lonë amanet. Na duhet me kry këtë amanet, na duhet me majt këtë amanet. Prandaj ju lutem, mos e nini veten keq. Nuk janë këto fjali për cilat rezultojnë apo burojnë prej ndonjë keq kuptimi. Këto janë fjali që burojnë prej imani, prej bindjes pa shoqën Allahun, prej dashurisë dhe respektit, prej mësimeve të urta dhe të buta që ne i kanë dhënë dëshmorët tanë edhe njerëzit e mençur. Qysh e kanë thonë ata para 140 vjetë, une shqiptar që pe o thëmë sët, edhe pe përfundoj me kaq. Ai që e lufton islamin në emën shqiptarisë, ai është armiku shqiptarëve. Ai që na lufton shqiptarin në emën të islamit, vallahi, billahi, tallahi, është armiki i Kur'anit, i Sunetit dhe vetë islamit. Mbane men mirë këto, më shtenin kokë mirë. Prandaj duhet të rrugtojmë të gjithë së bashku drejt kënaqësive të Allahut. Zoti komë na animu. Është i plot fuqishëm, atij ku shumë fal. I lutem Allahut në këtë mexhlis, në këtë hutbe, në këtë xhami, se edhe kjo ka simbolikën e mexhlisit. Të gjithë keni ardhur me kry këtë obligim për hir të Allahut. Zoti ja urrit nerën e juve ja u zbardh Allahu natën e varrit fytyrat e juaja, e në ditën e Kiametit Allahu ja ndriçoft fytyrën e juaj me nurin e tij. O Zot, kush është i smut, kush ka bela, kush ka burqe,
kush ka derte, kush ka idhnime, kush ka burgosje pa të drejtë, kush ka tradhti, kush ka vepra të këqija, kush ka ligësi, kurtha, o Allah mbroj, e largoj, e mbroj këtë vatan, e qetëso këta lider, e udhëzoj këtë pari, e ndihmo këtë popull, e kthjello këtë popull, o i madhi Zot, mbrona i kufit e shqiptaris kudo që t'janë, ja Rabbel Alemin, mbroje këtë vend, mbroje ezanën e Muhammedit, mbroje dine iman, mbroje gjuhën shqipe, mos u zbrapsni prej komenteve të Facebookut që flasin zi e terë, e flasin me identitetet rame, që ndroni burra stoik për balë së vërtetës, mësoni, lexoni, ngrituni, pa isuni me dituri, armatosni veten me mirësi e begati, me paqe, me dashuri, sepse shpirti juaj, arma kryesore e imanit tuaj është sjellja juaj, mirësia juaj, rahmeti juaj. Në atë moment kur fjalët e juaja janë të zhveshura prej rahmetit, sjellja juaj nuk është e mirë, nuk është një vit dhe nuk korrespondon me fjalët e Zotit, me fjalët e pejgamberit Zotit, dini se Allahu nuk e don qëndrimin tuaj. Allahu na përmirësoft, e na pasuroft, e na gradoft me moral, me etik, me sjellje, me halal, e na largoft për çdo harami të mundshëm, ja Rabbel Alamin. Faleminderit shumë, vëmendje qofshit beku. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka fil alamin hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر رب التمم بالخير آمين. Edhe unë se çdo shqiptar tjetër I gëzohna shumë që Republika Arabe e Sirisë e pranoi Republikën tonë të Kosovës. Allahu Dhul Gjelal I shpërblef gjithë ata që janë bërë sebeb, duke filluar prej presidentit Erdogan e prej mbretit të Arabisë Saudite e prej të gjithë akterëve edhe presidentës tonë, për atë njëjtën kohë pa fije dyshimi muftiu tonë që kush nuk e ka përmend, edhe ai ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm këtë drejtim. Rëndësia jetike për ta pranuar Siria, shtetin e Kosovës është shumë e madhe. Kësaj rëndësie, vëllezër të dashur, pa fije dyshimi, njerëzit ekspertët e kësaj fushë e njohin, madje edhe ata që janë të burgosur çojnë selam prej atjet, o qyrni le të na e pranojnë se është momenti, është vullneti, edhe kjo dëshmon për rahmetin e besimtarit. Shkoi regjimi totalitar I Asadit, erdhë me emrin e Allahut njerëzit e lirisë edhe të dashurisë dhe dashamirësisë, ja u pranu me emër të Allahut Kosova shtet. Alhamdulillah. Kështu që edhe shumë shtete tjera arabe, të cilën e kanë kiblën në Moskë, e inshallah Zoti ju udhëzon e kthejnë kiblën në Çabe, se kibla në Çabe, edhe duhet rrafshit. Kjo punë do në rrafsh, me ecë rrafshit. Edhe më kon çaj që ka fol Zoti. Rri mos u pas servel, s'ki nevojë më pas servel, s'ki nevojë. Rri drejt, rri plot, me plot dashni, me plot vullnet. Edhe ki me po të vërtetën, ki me po realitetin. Nuk kena nevojë na me na fol dikush, me na mësu dikush, edhe me na tregu dikush udhën. Na e kena Zotin, e kena pejgamberin ton, I kena hoxhallarët ton, I kena dietarët ton, edhe e kena ato vijat e gjakut ka I kanë pik, gjymtyrët ton, edhe dëshmorët ton. Allahu na e pranoft.
Që kjo është udhja jonë, nuk kena udhë tjetër, nuk kena nevojë mu përqa më zveti, inshallah më i miri, më modesti, më i afërti, më i dashuri, më i cili e ka dert këtë vend, e këtë shtet, e këtë popull, e këta njerëz, e këtë milet, e këtu interesa, këtu asetet tona. Allahu Azza wa Jall ne i udhëzon dhe ne i drejton. Ne jena vllazni, shtëpi e madhe, shtëpinë e madhe ka gjithçka. Ama duhet mu ngunja, duhet mu respektu, duhet mu ndëru, duhet mu afru. Mun është me menu ndryshe, mun është me pas menimin tjetër, është e lirë mendimi jot, është e lirë vota juj. Ama kur njëherë ky popull nuk guxon asnjë rrethon me ik nga diskursi i vet. Cili është ai? Gjithmonë në rrugën e Zotit të e ditë se kush jemi dhe çush i kemi bë. Kush jemi, çush kemi ardhur deri sot edhe çush i kemi bë. Populli shqiptar nuk i ka hije me kan popull buk për mës. E çdo diskurs tjetër i cili ju sjell juve në buk për mës nuk e ka vendin këtu. Me emën të Allahut. Zoti na fitoft, e na ndihmoft, e na shpëtoft natën, sahatën e dekës, natën e vorrit, edhe ditën e kiametit kur para ti kemi me dal. Thirrë Haxhi Muharrem i kametin e bën një jetë me fal xhumon për hir të Allahut.